Përshëndetje të gjithëve, mirë se vini në takimin ton të fundjavës në Weekend Lovers. Sot për të folur për një temë që personalisht e kam shumë për zemër. Para disa kohësh kam pasur në studio të ftuar të organizatës të Qendrës për Ruajtjen dhe Mbrojtjen e Mjedisit Natyror në Shqipëri, ndryshe e njohur si PPNEA, ka mbi 35 vite përvojë në këtë vendin ton sa të vogël aq edhe të madh sa i përket pasurisë së faunës dhe florës dhe sot sërish ma ka sjell në studio këtë udhëzues të shpendëve të Shqipërisë, është aktivist pranë PPNEA-s Xhemal Xherri me ne sot në studio për të folur për hir të vërtetës për këtë periudhë që është shumë e bukur dhe një prej periudhave më të mira për të kundruar llojet e shpendëve në Shqipëri. Xherri, se kam dëshirë t'i thras kështu, më shpjegoj se kjo periudhë quhet edhe Shën Valentini i shpendëve, por se përse konsiderohet e tillë, cilat janë zonat më të pasura për të kundruar shpendët më të bukur të Shqipërisë, jo vetëm cilat janë më të rrezikuara, çfarë mund të bëhet edhe nga njerëzit e thjeshtë, nga qytetarët për t'i mbrojtur këto shpend dhe gjitar. Për të gjitha këto do të flasim sot me Xherrin. Përshëndetje Xherri, mirë se erdhe në studio. Përshëndetje, shumë faleminderit për ftesën. Është kënaqësi gjithmonë për të folur pikërisht për pasurinë që ka kjo Shqipëria jon e bukur. Pasurinë e shpendëve, gjitarëve e jo vetëm. Ti sapo je kthyer nga Narta, më the, apo jo? Po, e vërtet. Cili ishte misioni i fundit? Në fakt kjo periudhë është shumë e rëndësishme kryesisht për shpendët, por edhe për lloje të tjera, sepse është periudha që për shpendët shtektues sapo vinë nga vendet e nxehta të Afrikës dhe fillojnë edhe këto vallëzimet e dashurisë, ose prandaj edhe ju shumë mirë e përmendët Shën Valentini i shpendëve, sepse bëjnë këto ritualet e tyre përpara se të shkojnë te çiftimi, folezimi dhe çelja e vezëve më vonë. Dhe ishim në Nartë për të bërë një monitorim rutin, por gjithashtu edhe për të zbatuar disa masa konservuese që ne bëjmë në zonë. Dhe kjo ekspedit konkrete kishte të bënte me ruajtjen e flamingove. Është një lloj që në vendin tonë ose në lagunën e Nartës e gjejmë gjatë gjithë vitit, me një numër të konsiderueshëm, bëhet fjalë mund të shkojë deri në 4000, 5000 individ, pra janë tashmë ne kemi gjatë gjithë vitit me numra shumë të mëdhenj. Dhe vitet e fundit kanë tentuar të folezojnë në vendin tonë, të bëjnë ato foletë dhe vezët, por fatkeqësisht nuk kanë arritur të çelin. Ndaj edhe ne zbatuam disa masa konservuese për t'i mbrojtur dhe shpresojmë që këtë vit, ndoshta në qershor korrik mund të kemi të vegjëlit e flamingove të çelin në Nartë. Cilat janë këto sfidat më të mëdha të këtyre specieve të egra në Shqipëri sot? Sfidat më të mëdha të tyre, vështirësitë, mbijetesa. Pyetje shumë e bukur dhe flasësh për vështirësitë e faunës së egër, ato janë shumë. Kryesore është faktori njeri, për post gjithë vështirësive që ato hasin nga për fat keq, që hasin për shembull për shpendët shtektues nga rrugtimi i tyre, bëhet fjalë për një rrugtim 4000, 5000 kilometra. Që ato bëjnë. Dhe hasin shumë rreziqe. Disa prej tyre, nëse fokusohemi te shpendët, mund të hasin gjuetinë e palishme në disa vende të lindjes mesme. Helmimin në vende të tjera. Pastaj mund të hasin elektrifikimin tek shtyllat elektrike. Dhe mos përmendin këtu pastaj edhe shqetësime si lufta që në lindjen e mesme ka shkaktuar besoj dëme shumë të mëdha, sepse është pikërisht ajo ngushtisë që shumica e shpendëve kalojnë. Dhe pastaj shkatrimi i habitatit, zjarret, këto janë le të themi kryesoret. Por shumë shpend disa prej tyre i bëjnë ball, disa jo. Fatkeqësisht sipas të dhënave të fundit që ne kemi dhe raporteve të fundit në nivel botror, numri i shpendëve, por jo vetëm, i faunës së egër në përgjithësi është duke rënë. Sipas këtyre që sapo thash, dhe ne si organizata po mundohemi të bëjmë të pamundurën që të mbrojmë disa prej habitateve të tyre dhe disa prej llojeve më të rëndësishme. Tani kjo ndotja e lumenjve sa ndikon në rrezikimin e habitateve të këtyre shpendëve?
Shumë. Kemi të bëjmë me ndotje të disa niveleve. Po, dhe cilat janë përkatësisht ku është ndotja më e madhe? Plastika është një prej ndotësve më të mëdhej që ne kemi në lumenjtë. Edhe më të rrezikshme. Tashmë ne e kemi të provuar që nanoplastika, mikroplastika gjendet e peshqit edhe ajo po vazhdon zinxhir tani. Po, e vërtet. Unë personalisht kam parë shumë fole shpendësh me plastik të rrethuar, me qese, me shkopinj. Nga një anë kur i shikojmë nga lart, duke i monitoruar ngjan si një kryevepër që ato kanë bërë, por kur i shef nga afër shohim copa plastike të ndryshme që edhe mund të rrezikojnë jetën e tyre. Kemi pas raste që kemi pa disa shpend me qese plastike të rrethuar që po mundoheshin ti shpëtonin. Kështu që kjo është vetëm njëra prej tyre, pastaj mos flasim për mbetjet e qyteteve dhe ndotjet të ndryshme me radhë. Tani, do të ndalemi pak edhe tek risit teknologjike që keni futur edhe ju vetë si shoqat mjedisore, për të vëzhguar edhe për t'i zbuluar e për t'i mbrojtur në një farë mënyre. Sa rol luajnë këto pajisje të reja teknologjike për kundrimin, por në një farë mënyre edhe për t'i mbrojtur këta shpend, edhe kafsh? Po. Në fakt nuk kam sjellë vetëm disa nga pajisjet që ne përdorim gjatë punës sonë, kemi të bëjmë me një dylbi që e përdorim për të monitoruar në distancë si shpendet, por edhe gjitaret, pse jo. Kamera kurth, që është një metodë shumë e mirë për të monitoruar llojet e jetës së egër pa i shqetësuar fare. Ne vendosim në një pemë dhe lëm për muaj. Aty, po. Për muaj dhe kjo fotografon dhe filmon. Po është edhe është kamufluar, është e kamufluar. Unë solla edhe një pajisje tjetër që ka të bëjë me një regjistrim zëri që mund ta vendosësh kudo, në laguna, në pyll dhe monitoron ose mbledh zhurmat e shpendëve dhe i kategorizon, nëse janë të vegjël, të mëdhej. Sa ju kanë ndihmuar këto pajisje për të zbuluar edhe për t'i gjurmuar këto shpend dhe gjitar? Është thelbësore. Pajisjet janë thelbësore sepse nuk mund të bësh një monitorim të mirë pa pajisjet e duhura dhe duke ndjekur metodologjinë e duhur. Pra, ne mund të themi për shembull, më parë dikush shkonte në lagunë dhe thoshte 10, 15, 20, ndoshta para shumë vitesh. Po me sy të lirë, me sy të lirë e mund të bësh një monitorim i tillë. Mbaj mend për shembull te arkivet e shtetit kanë pak këto monitorimet e kohës zogut dhe kur nga çdo qytet vinin këto tip censuse ndoshta që thoshin 5 dera tegër, 3 arinj, 10 pelikan etj. Por sigurisht tani kemi këto pajisje dhe mund të identifikojmë shumë qartë dhe të kemi numra real. Sepse dhe pastaj në bazë të numrave real që kemi, ne mund të zbatojmë masa konservuese shumë të efikasme. Nëse ne e dimë që pajisja e ka vërtetuar që ka 5 rreqepull Ballkanit, atëherë ne marrim masa të menjëhershme. Nëse ka 10 ose 30, masa ndoshta janë diçka më të lehtësuese etj. Dhe kjo është logjika e pajisjeve, por janë thelbësore. Për kundrimin e shpendëve përdorim teleskopin dhe dylbit, ndërsa për monitorime të dedikuara, kamera kurth, pajisje të tjera, nuk solla këtu dhe pajisjen e lakurive të natës që monitoron me anë të tingujve, por janë disa pajisje shumë të rëndësishme që ne i përdorim në punën tonë. Dylbit a përdoren edhe për turistët? Për të kundruar shpendët apo jo? Është ndonjë lloj tjetër dylbie? Jo, është klasiku, dylbia klasike që e përdorin edhe për kundrimin e shpendëve. Kryesisht sa është rritur interesi? Sa është rritur interesi për të kundruar këto shpend? Po gjermanët, anglezët, holandezët, këto vendet perëndimore janë më të, le të themi, rrahura me këtë lloj aktiviteti. Dhe ata janë shumë profesionistë. Mund të themi që dhe ne që i studiojmë ose i monitorojmë, nuk i kemi pajisjet e tyre, që janë shumë të detajuara dhe shumë të shtrenjta. Por ka pas edhe raste që shumë prej tyre, nga që janë të apasionuar, ndonjëherë dinë edhe më shumë se sa ne. Dinë më shumë lloje se sa ne, sepse do udhtojnë më shumë. Vinë posaçërisht për këtë lloj turizmi apo mund të vizitojnë edhe disa atraksione të tjera të Shqipërisë dhe pas kësaj mund të kundrojnë edhe shpendët. Çfarë lloj turistësh janë këta që vinë?
Pra njësh, ti edhe një gujt e certifikuar për kundrimin e shpendëve apo jo? Po, bëjmë edhe gujda të ndryshme. Mbaj mend që këtu vinë dhe turistë të ndryshëm që vinë specifikisht për një lloj fluture për shembull ose një lloj gjarpri. Okej. Kam disa kolegë që merren kryesisht me monitorimin e gjarprinjve, zvarranikëve dhe ka turist apo stafat që vinë vetëm për të parë gjarprinë e Shqipërisë ose Ballkanit. Dhe ne për shembull jemi një vend që kemi goxha faun me biodiversitet shumë të larmishëm. Ose edhe për flutrat, njësoj është edhe për shpendët. Pra, ka persona që janë të apasionuar pas jetës egër dhe vinë posaçërisht për të parë këto. Nuk intereson nëse për shembull kisha aty afër është e shekullit 6 ose shekullit 13, por janë vetëm kafsh ose vetëm lloje dhe ka disa prej tyre për shembull që duan të shohin sasi. Okej. Sa më shumë numër llojesh dhe është shumë interesante se janë disa lloj turistësh që bëjnë lista shpendësh, që do thotë që mbajnë shënim sa lloje kanë parë në një vit caktuar dhe ata duan vetëm të shohin llojin, edhe sasi lloje, domethënë 40 lloje në një vend caktuar, 10 lloje në një zonë caktuar, pastaj plotësojnë numrin, shkojnë te zona tjetër, plotësojnë numrin, shkojnë te zona tjetër. Dhe kështu edhe udhtojnë edhe mbledhin dhëna për shpendët. Prej sa vitesh je pjesë e këtyre vëzhgimeve nga afër Xherri? Se dua të dal diku tjetër. Po, atëherë pjesë e PPN-s u bën gati 10 vjet tashmë. 10 vjet. Që po punoj. Tani në gjitar, por edhe në shpend. Tani, përgjatë këtyre 10 viteve, si ka qenë larmishmëria, numri i këtyre specieve? Specie së egër, jetës së egër, është rritur, është ulur, është shtuar. Si e ke parë përgjatë këtyre 10 viteve? Fatkeqësisht ne si vend nuk është se bëjmë shumë monitorime në përgjithësi. Duhet jetë pikërisht qeveria, institucionet që duhet bëjnë monitorim, universitetet duhet bëjnë monitorime të përvitshme, të mëdha, por nuk është se bëjmë si vend, nuk është se bëjmë shumë monitorime ose publikime të ndryshme. Ne kemi fatin që të bëjmë monitorime për lloje të caktuara dhe të mbledhim të dhëna shumë të mira, cilësore për lloje të caktuara. Gjatë këtyre 10 viteve që un kam qenë prezent, kam parë që qenë dhe në terren, dhe kjo është më e rëndësishme. Kam parë që një rritje të përcënimeve që i shkaktohen shpendëve, por jo vetëm, edhe gjitarëve, për shembull shkatrimi i habitatit, zjarre, helmime të ndryshme që mund të ndodhin, që rrjedhimisht sjellin dhe ulje të popullatave. Gjithsesi, ulja nuk është e menjëhershme, por ulja vin gradualisht. Kjo është në një farë mënyrë gjë e mirë sepse ke disa lloje në vendeve të rajonit, në Greqi për shembull ose Maqedoni, që kanë pas raste të helmimit të kolonive të shkabëve, dhe kanë pasur një ulje të shkabës për shembull, shkabës së madhe që kemi, Gyps fulvus, nga për shembull 10% në 5%, domethënë ulje të mëdha, sepse kur bëhet fjalë për një helmim, helmohet i gjithë kolonia. 10 individ, 11 individ. Ne aktualisht në vendin tonë kemi ulje graduale, por që në afat gjatë nuk është pozitive sepse megjithatë, po besoj përveç kësaj, këto 10 vitet e fundit vëmendja është rritur ndaj këtyre shpendëve dhe gjitarëve apo jo. Edhe media ka pasur rolin e saj, duke i dhënë pak hapësirë aq sa është vërtet. Aq sa mundet, Është vërtet, është rritur njohuria mbi llojin, është rritur cilësia e monitorimeve, sigurisht, ndërgjegjësimi i qytetarëve, sigurisht, sepse ne jemi edhe shumë aktiv te zonat rurale. Por nevojat ekonomike të vendit ose edhe egoizmi i qeverisë shqiptare bën që të sakrifikojë shumë copëza të zonave të mbrojtura që rrjedhimisht janë dhe habitatet më të çmuara për shpendët e gjitarët. Ndaj dhe rritja e tyre është minimale. Përmende qytetarët, zonat lokale, si mund të ndihmojnë ata realisht në mbrojtjen e këtyre habitateve?
qytetarët e thjeshtë në Po. këto zona ku janë përqendruar pjesa më e madhe e këtyre habitateve, si mund të ndihmojnë konkretisht ata? Tani hapi i parë është njohuria. Njohuria mbi llojin, mbi individin, mbi prezencën e një habitati të rëndësishëm që kanë fare pranë, mund të ketë edhe fare pranë shtëpisë tyre. Që mund të jetë gjoni, një shpend, mund të jetë kali i qyqes, mund të jetë afër një stani. Njohuria mbi rëndësinë e llojit është hapi i parë, sepse është ajo që ti e vlerëson më pas. Dhe pastaj hapat e tjerë janë të mos ndezja e zjarrit ose mos shkatrimi i habitatit, mos hedhja e plastikës, përdorimi i ujit me limit ose jo në nivele masive. Domethënë, çdo kush nga ne mund të bëj pjesën e vet. Reagimi gjithashtu është pjesë e gjështë. Nëse ne jemi sa më shumë persistent, aktiv kundrejt Ministrisë Mjedisit, për shkak që ta shtym që të bëjë gjëra të mira, aq më shumë mbrojtje për kafshët do ketë. Jemi të ndërgjegjshëm për rëndësinë dhe të jemi aktiv në jetën tonë përditshme. Po rrjetet sociale, sa ju kanë ndihmuar që të krijoni këtë lidhje në komuniteteve lokale në lidhje me pasuritë që ndodhen në këto habitate? Besoj kanë pasur një rol edhe ata, Shumë e rëndësishme. Mund përmend këtu fare mirë rastin e Fokës me Zdeo që kolegët e mi Bledi dhe Kosa e monitorojnë. Fal rrjeteve sociale, TikTok, Instagram kanë pa prezencën e Fokës në disa zona të vendit tonë dhe pastaj bas këtyre të raportimesh kanë ikë direkt në terren për ta vërtetuar edhe për ta identifikuar habitatin, kështu që ka qenë shumë e rëndësishme. Bëhet fjalë për Fokën e Mezdeu që ne kemi fatin të kemi 1 deri në 3 individ, por është gjitari më i rrezikuar në botë që gjendet 1 deri në 3 individ është shumë. Mund të kemi 1 deri në 3, 1 deri në 4. Okej. Dhe në të gjithë botën mendohet që janë rreth 700 individ në të gjithë botën. Kështu që Foka e Mesdeut është një lloj shumë i rrallë dhe ne kemi fatin ta kemi. Ndaj fal TikTokut, Instagramit, Facebookut ne kemi arritur. Në cilën zonë gjendet? Kryesisht Karaburun Sazan, por edhe në zonën e Himarës edhe më poshtë. Mund ta gjejmë. Tani do doja të ndalesha pak te moratoriumi në zonat e mbrojtura. Ka vendosur Shqipëria një moratorium mbi gjuetin me qëllim ndalimin e vrasjes pa kriter të faunës së egër. Dhe kjo pati një efekt duke ndihmuar në rritjen e popullatave, të shpendëve dhe të specieve në këto zona, por le të themi në 2024 u miratua një ligj i ri me ndryshime për këto zona të mbrojtura, duke hapur mundësinë për ndryshime në menaxhim dhe përdorim ekonomik thuhet, por kjo ka shkaktuar kritika tek organizatat mjedisorë se me sa duket ka lënë një hallk këtu miratimi këtij ligji. Fatkeqësisht 2-3 vitet e fundit janë miratuar disa ligje që po, e vërtet. Duket sigur, jo duket, por janë në kundërshtim me mbrojtjen e mjedisit. Një prej këtyre është ligji për lejimin e turizmit brenda zonës mbrojtur, e ka fjalën turizmit masiv, jo turizmit qëndrueshëm, ose ndërtimit të resorteve brenda zonës mbrojtur. Por edhe ligji i fundit për gjuetin që u miratua së fundmi, është miratuar së fundi, por nuk është hapur gjuetia, që gjithë njerëzit ta dinë, sepse duhet miratohen akte nënligjore etj. Nuk ka qenë shumë i mirë elaboruar, i mirë përpunuar, sepse për gjuetin ne kemi mbi 12 vite që është mbyllur gjuetia dhe teknikisht ministria dhe institucionet e tjera duhet kishin bërë një punë shumë të mirë, por puna u bë vetëm vitin e fundit. Ndaj institucionet duhet kishin punuar për të bërë diçka shumë cilësore, por në mendimin ton u bë diçka. Ata vendosën disa nga rekomandimet që ne tham, por ka akoma disa hapësira të vogla që ne mendojmë që nuk janë përputhur 100%. Ndërsa për ligjin për turizmin brenda zonës mbrojtur, ai jep hapësirë investitorëve strategjik të bëjnë investime madhore, kryesisht resorte, brenda zonës mbrojtur. Pra nuk bëhet fjalë jashtë zonës mbrojtur, në dërmi, himar etj. Bëhet fjalë për zonat kyç ose xhevairët e natyrës që ne kemi. Pra, Livia Karavastaku, Vjos Nart, Alpet e Shqipërisë, domethënë
janë këto zona të cilat mund të afektohen nga kjo. Konkretisht në zonën e Vjos Nartës ne kemi 3 leje ndërtimi brenda kufir të zonës së mbrojtur që janë resorte. Resorti tjetër që planifikohet në ishullin Sazanit, edhe ai ndoshta nuk është brenda zonës së mbrojtur, po i gjithë uji rreth e qark është park kombëtar detar. Është zonë e mbrojtur. Ndaj aty do ketë shumë lëvizje, ndotje etj. Pra që do të thotë ndikimi do të jetë i madh. Dhe fatkeqësisht këto janë nisma të cilat nuk do të sjellin diçka pozitive natyrës së vendit tonë. A mund të ketë një balans mes kësaj, Xherri, edhe turistët që duan të shkojnë atyre afër habitateve, por edhe nga ana tjetër ruajtjes së tyre. A mund të gjendet kjo e mesme e artë apo është e vështirë? Ne si organizat gjithmonë kemi promovuar këtë. Idenë që të bashkëjetojmë me jetën e egër, në kuptimin që edhe ne të zhvillohemi ekonomikisht, ose të zhvillimi social-ekonomik të ndodh në zonë, por paralelisht të ndodh edhe mbrojtja e kësaj. Dhe ka raste. Në vendin tonë ne kemi raste të cilat paralelisht mbrohet zona e mbrojtur ose këto llojet habitatet kyç, por edhe banorët në një farë mënyrë promovohen ose drejtohen drejt zhvillimit të qëndrueshëm ose aktiviteteve të qëndrueshme. Dhe kemi raste pozitive. Mund të përmend në Kukës, Puk, Mirdit, poshtë në Gjirokastër, disa iniciativa që ne si organizata i kemi mbështetur. Kemi mbështetur fermerë të ndryshëm për ta promovuar ose për shembull dikë në Vlorë për ta promovuar për të bërë një biznes të qëndrueshëm, një guest house për ta promovuar ose për të bërë një flet palosje, dikujt tjetër pemë arra, gështenja, gjëra të tilla, domethënë iniciativa të vogla të cilat në një farë mënyrë e ndihmojnë fermerin që të mos ketë konflikte me jetën e egër, por në një farë mënyrë dhe ta mbrojmë. Tek Ariu për shembull po mundohemi të dhurojmë disa gardhe elektrik në zonën e veriut të Shqipërisë, në mënyrë që fermerët mos kenë probleme me bletët, me Ariun, edhe të mbrojnë bletët e tyre, por në një farë mënyrë edhe gardi elektrik ta distancoj pak Ariun nga shkatrimi i këtyre koshereve, dhe kështu në një farë mënyrë bëhet një harmoni, edhe Ariu nuk shqetësohet ose nuk goditet ose nuk shqetësohet nga fermerët, por në një farë mënyrë dhe fermerët përfitojnë nga kjo gjë. Kështu që ka metoda. Po, këto komunitetet lokale sa janë pyetur, po them në thojza, kur bëhet fjalë për investime në këto zonat e mbrojtura. Sa janë përfshirë? Procesi i konsultimeve është një proces shumë pak i përdorur, ose mund të jetë fakultativ, ose mund të jetë thjesht plotësim dokumentash, firma, lista, por domethënë nuk e di asnjëherë, por eksperjenca na ka treguar që nuk është se janë të efektive. Ne kemi për ditë raste të cilat qytetarët ngrihen për tokën e tyre, për shtëpinë e tyre, dhe kjo ndodh sepse nuk janë konsultuar. Qytetarët e një zone caktuar konsultohen paraprakisht për aktivitetin që do bëhet dhe bien dakord edhe gjejnë një konsensus caktuar. Po kemi raste të pafundme në vendin tonë që qytetarët jo vetëm që nuk konsultohen, por i vjedhin dhe tokën. ja rrëmbejnë dhe tokën në një farë mënyre, për fat keq. Kështu që konsultimet janë shumë të rëndësishme. Ne kemi edhe këtë çështjen e pronësisë që është akoma problematike, kalvari gjatë, por konsultimet duhet të jenë shumë të fryqshme. Një konsultim, 2, 3, disa konsultime derisa të arrihet në një konsensus. Tani, a ka rrezik që zonat e mbrojtura të humbasin karakterin e tyre ekologjik për shkak të zhvillimit ekonomik e jo vetëm në to? Nëse ne do vazhdojmë me një ritëm ose me ritme agresive ndaj zonave të mbrojtura, sigurisht ato do ta humbasin. Nëse bëjmë në një zonë qendrore, bëjmë një resort, bëjmë një fermë me panele diellore brenda zonës së mbrojtur, nëse bëjmë një aeroport brenda zonës së mbrojtur, sigurisht ajo do ta humbi efektin, sepse aty më parë kanë folezuar disa shpend,
është mbrojtur pikërisht sepse ka vlera dhe nuk mund ta zhbëjmë këtë gjë edhe më pas të ndërtojmë brenda. Ne e mbrojmë një zonë sepse ka vlera dhe i vendosim dhe disa kufinj. Kjo kufime pastaj është tjetër gjë sepse shpendet nuk mund mbrohen nga një vend edhe në tjetër, shpendet nuk kanë kufi. Por gjithsesi, të paktën të mbrojmë atë çfarë jemi zotuar që të mbrojmë, kufirin e zonës mbrojtur dhe të mos ta shkatrojmë ose mos të bëjmë gjëra masive, sepse mund ka aktivitete ekonomike, por jo masive. Masivja, grija gjithmonë është në e vërtet është për të ardhur keq. Tani, Xherri, më thuaj sa shpend ka Shqipëria? Aq ditë sa viti ka. 365, 366, domethënë te ky numër shpendesh. Dhe janë të gjitha të përshkruara tek ky te udhëzuesi i Shqip, po. Janë të gjithë shpendet e Shqipërisë. Disa i kemi, disa fatkeqësisht nuk i kemi. Kanë qenë prezent, por nuk i kemi më. Por në një periudhë kohës kanë qenë në Por është interesante, një shpend për çdo ditë të vitit, 365 shpend. Domethënë dikush mund të ketë motive edhe për të parë ose për të zbuluar shpendet në 365 ditë, sepse mund të vendos tagër që një ditë një shpend, një shpend, është vërtet. Në krahasim me vendet e rajonit, si jemi sa i përket pasurisë edhe llojshmërisë së shpendve që kemi? Dua të them që jemi shumë mirë. Për numrin e pakët të kilometrave katror që ne kemi një diversitet shumë të madh llojor të faunës së egër, faunës dhe florës. Por që nëse e krahasoj me Greqinë, Malezi, Maqedoni, pak a shumë aty jemi, sepse janë shumë afër. Por nëse shkon më tej pastaj për kilometra katror që ne kemi, jemi fantastik. Cila është kafsha apo shpendi më i rrallë që ju vetë personalisht keni parë në Shqipëri? Me i rrallë, pyetje shumë e vështirë. Mund të them rrëqepullin e Ballkanit, një prej llojeve më të rrallë që vendi jon ka, Ballkani ka dhe bota ka. Okej, sa individ kemi në Shqipëri, nëse është mendohet më pak se 10. Okej. Ndërsa në gjithë Ballkanin më pak se 40, 50 edhe numri është në ujë. Është shumë e rrallë, shumë e bukur. Lloj shumë emblematik. Edhe kemi fat ta kemi dhe duhet ta mbrojmë. Në cilën zonë të Shqipërisë keni gjurmuar? Kryesisht rajoni verior i Alpeve, Puka, Mirdita, Shqipëria Mese mund ta gjejmë te Sheveniki, Abëllanic, domethënë Korap Koritniku, sigurisht. Polis Valamar edhe poshtë në jug lindje të vendit. Okej. A mundet që një dron të shpëtojë një specie në rrezik apo mund të jetë e kundërta? Pik me dy presa kjo. Nga një anë edhe mund ta shpëtojë, sepse me anë të dronit ne mund të evidentojmë prezencën e llojeve shumë të rralla, por edhe mund ta dëmtojmë. Nëse i lëshojmë dronin drejt një tufe flamingosh dhe i thyejmë krahun, mund ta dëmtojmë. Dhe me që më dole tek flamingot, sa është gjatësia e krave të një flamingoje kur fluturon? Mund të shkojë deri në 2 metra. 2 metra. Jam mrekullueshme. 2 metra. Cila është zona më e mirë në Shqipëri për të kundruar një shqiponj? Shqiponja ka shumë, po shqiponja e malit që është ajo e simbolit kombëtar, aty do fokusohemi se është shumë e bukur dhe fantastike, ne kemi edhe këtu. Më afër tani me Tiranën, Parku i Dajtit, sigurisht ka disa individ, por gjitha zonat që janë shkëmbore, territori i hapur ose karakteristikë shqiponjës, shkëmbor mund të gjejmë shqiponj në gjithë vendin. Okej. A ka një vend në Shqipëri ku juve personalisht ju ka habitur nga ajo çfarë keni parë, natyra? Shumë vende. Në çdo cep. Më beso, ne kemi shumë vende të bukura, vende të cilat unë personalisht kisha parë vetëm nga harta në kompjuter, por kur shkon në terren është magji. Nuk di si ta shpjegoj, po është magji. Tani, cili ka qenë një prej momenteve më emocionues për ju kur keni qenë duke përdorur një prej këtyre pajisjeve ose ndonjë dronë duke gjurmuar shpendët? Mund të veçoni ndonjë moment? Momentet bukura ka kur ti pret për shumë kohë dhe pastaj sheh atë që kërkon. Ka rastisur me kalin e qyqes në një territor të caktuar të prisja 3, 4 orë, 5 orë dhe nuk po gjendej dhe më pas
si për habi më kaloi para syve dhe ai ishte momenti më i bukur që pas 4-5 orësh pritje më në fund doli dhe ishte çift. Gjeri, turistët, a kanë durim që të presin për të vëzhguar një shpend apo një gjitar për një kohë kaq të gjatë, se relativisht të rish 2 orë, 3 orë një vend duke pritur që të kalojë një prej tyre? Ka shumë fanatik që janë të vendosur te ajo, por ka dhe shumë që nuk është se presin, sepse çështja e kundërimit të shpendëve, por edhe faunës egër, është edhe çështje durimi, pritje, sepse jo domosdoshmërisht ti do ta shohësh shpendin që është pikërisht aty. Ai mund të jetë duke ngrënë ose duke pushuar diku tjetër, edhe mund të kthehet në territorin e tij, por ata që janë të vendosur fanatik durojnë. Tani, ti më përmende diçka përpara se të hynim live në intervistë, por për gjithë ata që janë duke na ndjekur, a mund na thuash se cili është ai shpend që ka qenë bashk kohës i dinozaurëve? Pelikani është një prej llojeve më të vjetur në botë që ne e kemi. Ne kemi fatin të kemi pelikanin kaçurel dhe pelikanin e bardhë të madh, por është një lloj që ka mijëra vite që është ekzistent si lloj. Okej, fantastike. Unë e kam në dorë tani një ngjitës të pelikanit kaçurel dhe është pa diskutim një prej shpendëve më të mrekullueshëm që për fat të mirë e kemi në Kravastan. Kravastan, Nart, Shkodër, liçeni i Shkodrës, në këtë zona gjendet. Okej. A mund të jetë një qytetar vërtet një hero i një shpendi apo një gjitari, Xheri? Po, patjetër. Mjafton të jetë aktiv dhe të reagoj dhe është shero. Hero në kuptimin që i tregon autoriteteve ose ne si organizatë që në filan vend ndodhet një shpend i plagosur dhe ai mund të jetë një shpend shumë i rrallë. Dhe ne shkojmë dhe reagojmë, kështu që por edhe raste të tilla ku e ndihmojnë një shpend ose nuk e shkatrojnë një zonë caktuar. Ka raste të tilla. Po, dhe kjo mund të jetë një thirrje shumë e mirë për gjithë ata që janë duke na ndjekur tani, të cilët mund të raportojnë. Kjo është mënyra, le të themi, më e lehtë dhe hapi i parë që mund të bëjë çdo qytetar nëse dëshiron të mbrojë një gjitar apo një shpend, një specie të tillë, absolutisht pasi të kujdeset për mjedisin ku jeton, duke mos e ndotur atë, sepse siç e përmend edhe ti në fillim që faktori kryesor i rrezikut të këtyre habitateve është faktori njeri. Dhe duke mbrojtur mjedisin mund të jetë një ndihmë shumë e madhe për të gjithë. Tani keni ndonjë projekt për të ardhmen, ku do të lëvizni këtë periudhë? Çështja është me sezone. Unë di që në zyrë një pjesë e grupit të gjitarëve janë duke vendosur kamera kurth gati në gjithë territorin e Shqipërisë për të evidentuar gjitarët. Kolegu im Melitiani sapo mbaroi një studim për çakallin, një monitorim për çakallin në gjithë lagunat bregdetare. Unë, Joni dhe kolegët të tjerë Marina po fokusohemi te shpendët, sepse është sezoni tashmë, domthonë laguna e Karvastas, Narta, Butrinti, liçeni i Shkodrës. Pra, secila periudhë ka dhe atë llojin e vet, po. Unë të falenderoj shumë që ishe në studio sot dhe ju uroj shumë suksese, punë të mbar dhe do jetë kënaqësi gjithmonë t'ju mirëpresim sërish. Duke shpresuar që të shtohet numri i këtyre specieve dhe të mos rrezikohet absolutisht. Shumë faleminderit, shumë kënaqësi dhe më vjen shumë mirë që ju i dedikoni një tematik këtyre llojeve, sidomos në këtë kohë luftash, kështu që shpresoj që të gjithë ta kthjellojnë mendjen duke dalë në natyrë për të qetësuar. Po, dhe mos harroni, në Shqipëri ke një shpend për çdo ditë të vitit për të zbuluar edhe për të parë. Faleminderit Xheri, ne do të bëjmë një shkputje tani dhe do të rikthehemi sërish në studio.